Sot kam ardhur t'ju tregoj diçka ndryshe. Pas meje ndodhet një plantacion me rreth 1 hektar të mbjellë me mjedra, një vend i veçantë i mbushur me punë dhe përkushtim, ku frutat dalin direkt nga toka e fshatit Kamjan. Ky plantacion ndodhet në vendin e quajtur Ograde, siç njihet këtu në fshatin Kamjan, dhe është në pronësi të 38 vjeçarit Burim Deharit. Ideja nuk ka lindur rastësisht. Pronari e ka marrë frymëzimin nga Bosnia Hercegovina, ku ka parë për herë të parë mënyrën e kultivimit të mjedrës. Prej atje, ai e ka sjellë këtë përvojë këtu dhe tashmë prej rreth 10 vitesh ai merret me këtë kulturë, duke e zhvilluar hap pas hapi këtë plantacion. Kjo tregon se përvoja e fituar jashtë vendit mund të kthehet në një mundësi reale zhvillimi edhe në vendin tonë, kur ka punë dhe përkushtim. Puna në këtë plantacion fillon në muajin shkurt. Atëherë bëhet lidhje e degëve, krasitja e bimas, si dhe spërkaqja dhe ujitja e rregull çdo 2 ditë, varësisht nga kushtet e motit. Kjo është një periudhë e rëndësishme për përgatitjen e bimës dhe më vonë të jap një prodhim sa më cilësor. Më pas vjen edhe periudha e vjeljes, kur çdo degë e cila mbushet me kokra mjedre fillon me punë intensive për mbledhjen e tyre. Sezoni i vjeljes nis në muajin qershor dhe zgjat rreth 1 muaj, një periudhë e shkurtër por shumë intensive për punën këtu. Gjatë këtij sezoni angazhohen rreth 20 punëtorë sezonal, por puna nuk është e njëjtë çdo ditë. Në fillim dhe në fund të sezonit nevojiten më pak punëtorë, ndërsa në javët e mesme të muajit qershor, ku prodhimi është në kulm, numri i tyre rritet ndjeshëm. Kjo tregon qartë se mjedra kërkon organizim të mirë dhe punë të koordinuar, sidomos në ditët kur vjelja është më e madhe. Ky kultivim ka edhe levërdi të madhe ekonomike. Produkti merret nga një kompani që vjen nga fshati Anqisht në komunën e Jegunocës, e cila organizon edhe mbledhjen e mjedrës me ekipet e saj. Më pas, fruti grumbullohet dhe përpunohet, ngrihet dhe ruhet në kushte të kontrolluara për t'u shitur më vonë si e freskët e ngrirë ose për përpunim në lëngje dhe produkte të tjera. Kjo e bën mjedrën një kulturë shumë të kërkuar edhe më të sigurt, duke u dhënë fermerëve një mundësi të qëndrueshme të ardhurash. Dhe një pyetje lind natyrshëm. A ja vlen të merresh me këtë punë? Përgjigjja është e qartë, patjetër që po. Me punë të rregull, përkushtim dhe organizim, kjo kulturë jo vetëm që mbulon shpenzimet, por sjell edhe fitim dhe perspektivë për të ardhmen. Pra ky është fshati Kamjan, një vend që njihet për traditë, punë dhe njerëz të përkushtuar, dhe tashmë edhe për kultivimin e mjedrës me pronar Burim Dehari. Shfrytëzojeni tokën e fshatit, sepse ajo ka potencial dhe mund të sjellë shumë të mira kur punohet me përkushtim dhe ide të qartë. Të pret djali në ogor, ma bën me sy, ma bën me dorë, të pret djali në ogor.